يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمعي وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe shumë të nderuar vëllezër, të nderuara dhe të respektuara motra, shumë të dashur talebe, nxënës të xhamisë tonë, mirë se keni ardhur në programin e hatmes të nxënësve të këtij fshati në përkujdesjen dhe kujdesin e hoxhës tonë shumë të dashur dhe të nderuar hoxhës Selajdin. Lusim Allahun Dhul Xhelal që xhamisë tonë, këtij vendi dhe këtij fshati asnjëherë mos t'i mungojnë aktivitetet e tilla. Lusim Zotin e Madh që Allahu të shlon rahmet dhe bereqet në këtë vend. Lusim Zotin e Madh që këta fëmijë, të cilët janë arsye dhe janë shkak që ne sot të jemi në këtë vend, të jenë arsye e qetësisë, shpresës dhe të një të ardhme më të mirë në vendin tonë dhe në shoqërinë tonë. Të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, pa dyshim se investimin më të mirë dhe më të madh që ne mund ta bëjmë në jetën tonë është pa dyshim investimi në edukatën tek fëmijët tonë. Dhe nuk ju len në trashëgimi diçka më të mirë baba dhe nana e vladit të tij se sa të kujdeset për t'ia mësuar fen e tij. Andaj përgëzim për ata prindër që janë kujdesur që fëmijët t'i sjellin në xhami dhe ju kisha lutur shumë në veçanti që të mos e bëjmë të njëjtën kërkesë brenda programit të hatmes, qish në fillim gjinisë femrore, gjëgjësisht nënave, motrave dhe grave që janë lart, të jenë më të kujdesshme, t'i ndalin telefonat, t'i ndalin absolut bisedat, të mos ketë zhurmë për shkakun se zhurmën që e bëjnë dhe problemet që mund të i bëjnë lart nuk i pengojnë as kuj tjetër përveç se ju pengojnë fëmijëve të tyre. Andaj lut Zotin e Madh që Allahu t'ju jep bereqet të mira në këtë dhe në dunjon tjetër, e dash Zoti i Madh që të kenë sukses në çdo hap, e dash Zoti i Madh që të kënaqemi së bashku në programin
që kanë përgatitur fëmijët. Allahu Dhul Xhelal ju shpërbleft juve, hoxhën dhe gjithë ata të cilët mundohen për të investuar në atë që është më e hajrit dhe më e dobishmja për ne. Le të fillojmë me programin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahu Xheleshanuhu, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Falenderimet dhe lavdrimet e plota i takojmë vetëm Allahu Xheleshanuhu. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Ndërsa salatet dhe selamet tona të përzemërta ja dërgojmë të dashurit të Allahut dhe të dashurit të zemrave tona, Muhamedit alayhis salam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që e ndjekën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar misafir, të nderuar familjar, në emër të grupit të Hatmes, ju falenderojmë që na nderuat me prezencën tuaj në këtë eveniment. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, që me lejen e Zotit, pranë mualimit ton, kemi arritur të përfundojmë hatmen e Kuranit famëlart dhe të mësojmë njohuritë elementare të besimit islam. Sot para jush do të paraqesim programin e hatmes. Ky program përbëhet në 2 pjesë. Pjesa e parë përfshin mësimet dhe këshillat islame. Pjesa e dytë, leximin e sureve nga secili nxënës. Gjithashtu, këtë eveniment do ta zbukurojmë me këndimin e ilahive, poezive dhe pjesë nga Kurani. Shpresojmë që ky program t'u afreskojë zemrat. Pejgamberi alayhis salam thotë: lexojeni Kurani sepse do të vijë si ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Hapjen e programit do ta bëjmë me një asher kënduar nga Nermine Limani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Islami ka 33 kushte, cilët janë ato do të na tregoj Eldin Mamuti, Amar Mehmeti dhe Yasin Mehmeti. 5 kushtet e Islamit janë shqiptimi i shahadetit, falja namazit, dhënia zakatit, agjerimi Ramazanit, shkuarja në hax kush ka mundësi. 6 kushtet e besimit janë besimin në Allahun, besimin në melaqet e Allahut, besimin në librat e Allahut, besimin në ringjalljen pas vdekjes dhe besimin në kadan dhe kaderin, në vendimin dhe caktimin e Allahut. 4 kushtet e abdesit janë larja e fytyrës, larja e duarve me gjithë krahët deri në bibiril, fërkimi i kokës mes dhe larja e këmbëve deri në menie. 3 kushtet e tejmumit janë bërja e niyetit, lëshimi i shuplakave në dhe të pastër, fërkimi i fytyrës. Lëshimi i shuplakave në dhe të pastër, me dorën e majtë fërkojmë të djathtën, me dorën e djathtë fërkojmë dorën e majtë deri në bibiril vetëm një herë. 3 kushtet e guslit janë shpërlarja gosh, shpërlarja hundës, larja tër trupit. 12 kushtet e namazit janë 6 para se të hyjmë në namaz, marrja abdesit, të jeti pastër trupi, rrobat dhe vendi ku të falemi, të mbulohet aureti për meshkujt prej kërthizës deri në gjuj, kurse për femra tër trupi përveç fytyrës dhe duarve. Namazi të kryhet në kohën e caktuar, drejtimi ka kibla, bërja e niyetit. Për cilësit dhatie dhe cilësit thubutie do të na tregoj Zemrie Mamuti dhe Ylza Mamuti.
Cilësitë Allahut, cilësitë e Tij janë Allahu ekziston el vujud. Allahu është një vahdani, i përhershëm pa fillim, kidem, i përhershëm pa mbarim beka. Ekziston nga vetvetiu, kiamun bi nefsi, nuk i përngjan askuj askugjeit, muharefetun lil havedi. Cilësitë të butie janë Allahu jeton hayat, di gjithçka, ilm, dëgjon gjithçka, sem, sheh gjithçka, besar, me vullnetin e vet bën gjithçka, irade, është i plot fuqishëm kudre. Flet me të folirit e vet hynor, kelam, gjithçka shpik përmban dhe zhduk tek vin. Një pjesë nga Kurani reciton Eda Sherifi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Sadakallahu l'adhim. Nga emrat e bukur të Allahut, emri më i madh është emri Allah. Për këtë emër do të na flet dia Ramadani. Emri Allah, ky emër është Lavdul Xhelali dhe emri më i madh i cili tregon për cilësitë e tij. Ky emër përmbledh të gjitha cilësitë e bukura të tij. Me këtë emër është emërtuar vetaj. Ky emër u paraprinë të gjitha emrat të tij të bukur. Emrat e bukur të Allahut janë mbas këtij emri të madh. Domethënia këtij emri të madh është se nuk meriton askush adhurim përveç tij. Është një absolut që meriton adhurim dhe njësi. Shumë njerëz kanë provuar se çdo punë e cila nuk fillon me bismillah është punë e mangët, prej së cilës na mungon bereqeti dhe mirësia. Gjithë Islami ngrihet mbi këtë fjalë të shkurtër të lehtë. La ilahe illallah, i cilës i bashkangjitet Muhammed Rasulullah. Emri Allah është përmendur afër 2700 herë, që nën kupton se është emri më i madh i cili përmendet në librin e Allahut. Nuk ka më mirë që njeriu me gjuhën e tij të vazhdojë përmendjen e Allahut, ta falenderojë për begatitë që i ka dhënë, të cilët nuk numërohen, ta falenderojë Allahun për shëndetin dhe imanin që i ka dhënë. Emri e Rahman, i gjithëmëshirshmi, për të do të na flet Sali Farizi. Rahman i gjithëmëshirshmi, sa i bukur është ky emër, për emrat e bukur të Allahut, besimtari kur lexon këtë emër dhe mediton rreth tij, për atë hapet një herë reflektimi dhe mirësi ngrohtësi dhe gjithmonë në vetveten e tij. Gjallëroshme se sado që ndonjëherë ka kriza dëshpërimeve dhe dështimeve. E Rahman është çelësimi të cilë nuk cilësot askush përveç Allahut. Ky emër domethënë se nuk ka të qeshëm absolutisht mëshira Allahut. Tonë dhe që i fortit dhe keshe mëshira për të doptin, i pasi të harmonizot me të vafin, babaj me fëmijët, për mëshira Allahut i përfshinet të titho këtë, sa që i përfshinë së bashku, sikur se besimtarin ashtë edhe jo besimtarin. Allahu thotë, mëshira ime ka përfshirë si të lisen. Pja argumenteve që vërteton mëshirën e madhe Allahut ndaj robët e tij është se kur i krijoi robërit e tij, u krijoi dhe mjetet të jetës dhe rahati. E të cilën ata gjallërojnë përmes tyre për një jetë më të mirë dhe fisnika, i krijojnë atë për të pushuar e ditën për të punuar dhe për ta caktuar furnizimit riskun, sikur mos të ishte mëshira e madhe Allahut në mënyrë të vazhdueshme me të cilën ai mëshiroi robërit e tij, të përhapje dëshpërimit e njerëzve do të shkaktojë toka dhe universi. Allahu ka 100 mëshira, një nga zbritin në tokë të mëshiroj me njëri tjetrin dhe 99 mëshira tjera i ka rritur për ditën e gjykimit. Rahim, mëshirë plot, për të do të na flet Samir Farizi. Rahim, mëshirë plot, i për mëshirës së Allahu në dynja, është sa e dhëzoj në rrugën e vërtetë dhe fistikëroj atë me bamirësi dhe mirësi. Nërsa për mëshirës e tij, ndaj jo besimtarëve, është se gjithashtu i furnizoj, i ushqen, i vesh pavarësisht mosbesimit dhe shirkut të tyre. Por kjo ndryshon në ahiret. Allahu të tjetë Rahim, mëshirë plot, vetëm për besimtarët, ndërsa jo besimtarët dhe mushkrit e tyre do të jenë të larguara nga mëshira Allahut. Nga mëshira Allahut ndaj besimtarëve të tij është se ai u dërgoi Muhamedit alayhis salam si një pejgamber i mëshirës. Ai ishte shembull i mëshirës, faljes dhe butësisë ndaj umetit të tij. Saqë në ditën e gjykimit, ai Muhamedi alayhis salam nuk do të lutej vetëm për veten e tij, por do të lutej edhe për umetin e tij, për mëshirën dhe faljen.
Muhamedi a.s. urdhëroi për mëshirën ndërmjet vetes, saqë tha: kush nuk mëshiron njerëzit, atë nuk mëshiron Allahu. Një pjesë nga Kurani reciton Anisa Mustafi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi halki samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا واتنا ما واتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. El Melik, sunduesi, për të do të na tregoj Jonida Esati. El Melik sunduesi nën kupton pronar në çdo gjëje dhe ai që ka në pushtet gjithçka që posedon. Ai pra gjithashtu është i lartësuar dhe nuk ka nevojë për asgjë që ekziston, por për të ka nevojë çdo krijesë. Allahu është sundues i qielleve dhe tokës, sundues i njeriu, dëgjimit, shkrimit, zemrës, jetës dhe vdekjes. Allahu xhallahu thot: O Allah, sundues i çdo seni, t'ja jep pushtetin atij që do, t'ja heq përdore pushtetin atij që do, e lartëson atë që do dhe e forul atë që do. S'ka dyshim se sundimi i Allahut është sundimi i vërtet, sepse ai është i cili i krijoi sendin nga asgjëja, ai është i sjell kënaqësi për shtrim. Jep çka të doj dhe merr çka të doj. Andaj për secilëve të imanit të plotë është që robi të dëshmoj për Allahun me sundim absolut dhe të di se ai është sundues i vërtet. El Kudus, i shenjti, për të do të na flet Rajana Esati. El Kudus i shenjti që nënkupton se Allahu është i pastër nga çdo emet dhe nga çdo mangësi. Ai është i pastër që pastron i cili cilësohet me cilësitë e bukura, të lartësuara dhe të plota. Kjo nënkupton se fuqia e tij është absolute, të cilës nuk mund të rezistojnë asgjë. Ai kur dëshiron të bëjë diçka, thot bëu dhe ajo bëhet. Njerëzit dallojnë për nga aftësitë dhe vetit. Sa i përket Allahut, ai është Kudus i pastër nga të gjitha këto. Është i fuqishëm, i urtë dhe i pasur. Nuk mund të gjesë cilësi prej cilësive të përsosura e mos t'i përshkruajnë atij. Emri Allahut Kudus në Kur'an përmendet 2 herë. Herën e parë në surën Hashr, ku Allahu thot: ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç tij, sundues i pastër. Ndërsa herën e dytë në surën Xhuma, ku Allahu thot: çka ka në qej dhe çka ka në tokë, hesh se spi Allahu sunduesin dhe të pastërtin nga çdo emet dhe të fuqishëm dhe të urtin. Një pjesë nga Kurani reciton Rona Lazami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Selam, paqëdhënësi, për të do të na flet Eliza Nesimi. Selam, paqëdhënësi. Emër nga emrat e bukur të Allahut, kjo nënkupton se ai në gjendjen e tij, në cilësitë e tij dhe në veprat e tij është i pastër nga çdo gjë që nuk i përket atij. Ai është i pastër nga çdo emet dhe mangësi. Allahu është paqëdhënësi i vërtet, sepse ai është paqe në gjendjen e tij, i distancuar nga çdo të keqe, të metë dhe mangësi. Ai është paqe, shpëtim në cilësitë e tij, nga çdo të keqe, të metë dhe mangësi. Paqe, shpëtim në veprat e tij, nga çdo të keqe, të metë dhe mangësi, në padrejtësi. Allah është paqëdhënësi i cili nuk ka as grua as fëmijë. Allahu thot: thuaj, ai Allahu është një. Allahu është ai i cili çdo kush i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur dhe as nuk është i lindur, dhe atij as kush nuk i bëhet i barabartë. Fjala Islam rrjedh nga emri i tij Selam. Islami është feja e drejtë të cilën Allahu e ka pëlqyer për këtë botë. Dhe Allahu thot: e kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kursesi nuk i pranohet dhe ai në botën tjetër do të rrihet prej nga të shpëruarit.
El Mumin, siguruesi, për të do të na flet Eda Sherifi. Emri Allahut Mumin përmendet një herë në Kur'an. Në ajetin kuranor, ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç tij, sunduesi i përgjithshëm, i pastër prej të metave që i vishen, shpëtimtar që i shpëton njerëzit prej ndëshkimit të padrejtë, sigurues që i siguron njerëzit me premtimin e vet dhe pejgamberët me mrekulli, mbikëqyrës që mbikëqyr dhe përcjell çdo send, i plot fuqishëm, mbizotërues, i madhërisëm, i lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë. Muslimani vërtet është ai i cili e beson Allahun me bindje dhe besim të plot, beson në ditën e gjykimit me bindje në të cilën nuk ka dyshim në të. Këtë e vërteton hadithi i pejgamberit alayhis salam, i cili thot: "Më lajmëro trego për imanin." Ai tha: "Të besosh Allahun, melekët e tij, librat, pejgamberët dhe ditën e fundit, të besosh në kader se e mira dhe e keqja vjen nga Allahu." Tha: "E the të vërtetën. Imani nuk është fjalë thënë vetëm me gjuhë, por ajo është bindje, vepër dhe sjellje." I dërguar i Allahut alayhis salam ka thënë: "Për Allahun nuk beson, për Allahun nuk beson, për Allahun nuk beson." I than: "Kush i dërguari i Allahut?" Tha: "Ai nga i cili nuk është i sigurt, fqinj nga dëmet dhe të këqijat e tij." O Allah, ashtu siç të besuam dhe të pranuam, na bën të sigurt nga frika në ditën e Kiametit, na i mbush zemrat tona me iman, na bëj prej besimtarëve të sinqert, nga ata të cilave kur u përmendet Allahu, u rënqethen zemrat. Një pjesë nga Kurani reciton Ensar Ramadani. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha waqa'atil waqiyah, laysa liwaqa'atiha kadhiba, khafidatun rafiyah. Idha rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Poezi recituar nga Irsa Bexheti. Kur bota u mbush me padrejtësim, Allahu zgjodhi një zemër të pastërt. Ai ishte Yahya alayhi salam, i rritur me besim, i zbukuruar me devotshmëri dhe i dashur tek Allahu. Nuk kërkoi fron, nuk kërkoi pasuri dhe nuk kërkoi lavdi, por kërkoi vetëm kënaqësinë e Zotit të tij. Kur njerëzit heshtin para së keqes, ai foli. Kur të tjerët friksoheshin, ai qëndroi. Kur e vërteta kërkonte sakrificë, ai nuk u tërhoq. Ai e deshi Allahun më shumë se jetën e tij. Sa e rënd duhet të kishte qenë ajo ditë kur një pejgamber i Allahut u përball me padrejtësinë, por nuk ndryshoi fjalën e tij. E sa e fortë duhet të kishte qenë zemra e tij që zgjodhi të humbte gjithçka në këtë botë për mos të humbte kënaqësinë e Allahut. Sot emri i tij përmendet me lot në sy, jo sepse historia e tij mbaroi, por sepse besimi ishte aq i madh sa që prek zemrat edhe pas shekujsh. O Yahya alayhis salam, na mëso si të jemi të sinqert kur të tjerët gënjejnë. Na mëso si të jemi të fortë kur të tjerët dorëzohen. Na mëso si të duam Allahun më shumë se jetën tonë, sepse ka njerëz që jetojnë gjatë dhe harohen. Por ka njerëz si Yahya alayhis salam që largohen nga kjo botë dhe mbetën përgjithmonë në zemrat e besimtarve. El Muhajmin, mbizotruesi, për të do të na flet Rejana Sadiki.
Kuptimi i emrit El Muhejmin është se ai i madhëruari është mbikëqyrës për çështjen e të gjithë krijesave dhe pronari absolut për furnizimin dhe jetën e tyre. Nuk pakohet furnizimi ose jeta e askujt përpos vetëm se me urdhrin e tij. Mbikëqyra ndaj çështjeve të krijesave dhe pronësia absolute realizohet vetëm me fuqinë e tij, e cila nuk ka kufi me diturinë e tij, e cila ka plan çdo gjë me mbikëqyrjen çështjen të cilësuarit me të gjithë cilësimet e plota. E gjitha kjo nuk është në mundësinë e askujt përpos Allahut. Nëse ndalesh në këtë hapësirë dhe mediton, në do ta shohësh se të gjithë krijesat kryen funksionin e tyre sipas saktimit të Allahut. Dielli lind në lindje, në disa vende është më i ngrohtë se në disa vende tjera. Hëna ndriçon rrugën e udhëtarëve, yjet në qiell janë për t'i udhëzuar udhëtarët në përshkret të tjera. Anijet lundrojnë në përdete, pjesët e ndryshme të trupit, të dëgjuarit, të parit, zemra, gjuha e tij, të gjithë këta bëjnë veprime në emër të Allahut e jo rastësisht. Nëse njeriu e analizon emrin e Allahut, El Muhejmin, bizotruesin, nuk do t'i friksohet as një krijese, as njeriut, as gjinve e as djallit, sepse Allahu është bizotrues për të gjithë këta, ai ka nën kontroll të gjithë krijesat dhe ai vendos çdo krijesë në qëllimin për të cilën është krijuar. El Aziz, fuqiplot, për të do të na tregoj Alea Abazi. El Aziz fuqiplot. Kuptimi i emrit El Aziz është fitues i cili nuk humkur. Ky emër fisnik i përmbledh kuptimet i fuqishëm nga dhënjues përmbledhës i çdo sendi. Emri El Aziz e ka edhe kuptimin madhështor i lartësuar në vendin e merituar. Madhështisë dhe pozitës së Allahut nuk mund t'i afrohet asgjë. Allahu është pronari i krenarisë absolute, ai është një dominues të cilin nuk i përngjet askush prej robërve të tij. Emri El Aziz në të shumtën e rasteve vjen krahas emrit El Hakim i urti. Kjo nënkupton se krenaria, fuqia dhe lartësia e tij nuk është për t'i bërë padrejtësi krijesave ose për t'i dënuar pas një shkak, por krenaria e tij është e lidhur me urtësinë sepse i urti është ai i cili vendos gjërat në vendet e duhura. Krenaria e Allahut është krenari e urtë e drejtë dhe nuk është për t'i bërë padrejtësi asnjërit prej krijesave. Me anë të saj gjithë kjo hapësiret sipas vullnetit të tij dhe askush prej njerëzve nuk mund të bëjë diçka pa lejen e tij. Besimtarët e vërtet janë ata të cilët e kanë kuptuar fenë e tyre, ata i sheh krenar ndaj jo besimtarëve, ndërsa të mëshirshëm ndërmjet veti. Allahu thot, Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me të janë të ashpër kundër jo besimtarëve, janë të mëshirshëm ndërmjet veti. Një pjesë nga Kurani reciton Adisa Elmazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أما ربكم الأعلى فهكذه الله لكل الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش الليل وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Ilahi nga Amar Mehmeti. Para se t'lindi ishte jetim, ki nuk ishte një dënim,
Dorimtar si shkëmbit e detit, pejgamberi ummetit. Zgjohu Abdullah, zgjohu, zgjohu Abdullah, zgjohu, Muhammedi erdhi ndonja, Muhammedi erdhi ndonja. Zgjohu Abdullah, zgjohu, zgjohu Abdullah, zgjohu, Muhammedi erdhi ndonja, Muhammedi erdhi ndonja. Kur i bani a 6 vjet, drejtë e syve la vet, nana e ti ndrojet, por jo Zoti vërtet. Gjithë fëmijët na duke thonë, mbi supet e ti mërzim ban, syri Muhammedit loton, syri Muhammedit loton. Zgjohu Abdullah, zgjohu, zgjohu Abdullah, zgjohu, Muhammedi erdhi ndonja, Muhammedi erdhi ndonja. El Mutekebir, i madhërishmi, për të do të na tregoj Ensar Ramadani. Emri Mutekebiru, i madhërishmi, është cilësi që nuk i takon askujt tjetër përpos tij, sepse tregon për cilësitë e kumpletuara të madhështisë së tij. Transmeton Abdullah ibn Omer radiallahu anhu se Muhamedi alayhis salam ka thënë: Allahu në ditën e Kiametit i kap qiejt me dorën e tij të gjatë, pastaj thot: Unë jam sunduesi, ku janë tiranët, ku janë mendjemëdhënjtë? Mendjemasia është ajo që ndan njeriu që të arrijë deri te kjo njohje. Ai ngjan perdes tek e cila mbulon të parit. Ajo e bën njeriu të ndjejë se është më i miri nga të gjithë njerëzit. E bën të harrojë se pasurinë, shëndetin dhe pozitën ja ka dhënë vetëm Allahu. Prandaj prej gjinave më të mëdha që i bën njeriu kjo krijesë e dobët është kur këto cilësi ja vesh vetes e që nuk është e drejtë e tij, ose cilësi që nuk i lejon askujt tjetër përpos Allahut të lartësuar. Një njeri dëgjoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: nuk hyn në xhenet ai njeri i cili në zemrën e tij ka një grimç mendjemasie. Muslimani pastër dhe elegant, tek i cili shihen shenjat e begative të Allahut, nuk është mendjemadh, nga se di se gjithçka që ka nga begatit të Allahut janë të atij. Mendjemadhi ka shpirt të sëmurë, ndërsa sjellja e tij nuk tregon gjë tjetër përpos kryelartësi, e cila e çon të bëjë njerëz pa drejtësi, të humbë të drejtat e tyre, e çon në shirk dhe mohim. El Halik, krijuesi, për të do të na tregoj Irsa Bexheti. El Halik, krijuesi, Allahu i lartësuar ka krijuar qiejt, tokën, njerëzit dhe gjithçka nga krijesat. Gjithashtu ka krijuar edhe vdekjen me qëllim që t'i sprovojë njerëzit se kush prej tyre bën vepra më të mira. Allahu thot: i madhëruar është ai që në dorën e fuqisë së tij është i tërë sundimi, ai i cili është i fuqishëm, ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën, për të promovuar se cili prej tyre është më vepërmiri, ai është nga dhënjësi mëkatfalësi. Po të analizonim dhe meditonim kuptimin e emrit të tij, krijues, do të kuptonim se Allahu është i vetmi i cili meriton të adhurohet dhe po ai është i fuqishëm për i krijimin, shpërblimin ose dënimin e çdo njeriu për atë që ka bërë. Allahu i lartësuar, i cili krijoi gjithçka, krijoi njeriu dhe për të i krijoi të gjitha kushtet e rahatisë. Vallë njeriu e falenderoj Zotin dhe krijuesin e vet. El Musavir, formëdhënësi, për të do të na flet Neila Ramadani.
Emri I bukur I Allahut, Musaviri, frymëdhënësi I cili e krijoi njeriu dhe e bëri në pamje të ndryshme. I dalloi disa prej disave në formë, ngjyrë dhe madhësi që të njihen. Transmetosi I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur fëmia në barkun e nënës kalon 4 dynet, Allahu dërgon ta një melek dhe ai jep formën. Pastaj e krijon dëgjimin, shikimin, lëkurën, mishin dhe eshtet e saj. Pastaj thot: o Zot, mashkull apo femër? Zoti vendosi të doj dhe meleku shkruan. Ai I cili thellohet në mendime rreth etapave të krijimit të njeriu dhe formimin e tij në mitrën e nënës së tij nuk mund të ndryshe të veprojë. Përpos të thotë: I lartëmadhëruar është Allahu, I cili krijoi çdo gjë në formën dhe gjendjen më të mirë. Në Kur'an thuhet: o ti njeri, po ç'të mashtroj ti kundrejt Zotit tënd që është bujare I urtë, I cili të formësoi në formën që ai dëshiroi. Këto begati të lloj-llojshme me pamje dhe me formë të ndryshme, Allahu nuk I krijoi vetëm njeriu që të kënaqë dhe të falënderojë, si dhe të jenë shkak që Allahu t'i udhëzoi ata. Një pjesë nga Kurani reciton Esra Ajrullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كاذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذب صدق الله العظيم. El Gafar, falësi, për të do të na flet Omer Bexheti. El Gafar është një prej emrave më të bukur të Allahut. Kuptimi I tij është se ai mbulon mëkatet dhe I fal mëkatarët dhe keqebërësit. Allahu thot: nuk ka dyshim se unë e fal atë që është penduar, që ka besuar dhe që ka bërë vepra të mira dhe që përqendrohet për në rrugën e drejtë. Vërtet Allahu e do pendimin e robërve të tij. Ai nuk gëzohet me mëkatet dhe dënimet e tyre. Allahu ja fal që mëkatari të pendohet te Allahu me një pendim të sinqert. Një ditë sahabët e pyetën Abdullah ibn Abbasin për ajetin më të dobishëm dhe shpresëdhënës për muslimanin dhe për mëshirën e Zotit të vet. Ai më njëherë përgjigj: fjala Allahu Teala. El Kahar, mposhtësi, për të do të na flet Nermine Limani. El Kahar, mposhtësi. Ai është mposhtësi I plot fuqishëm me fuqi absolute dhe gjithçka është në sundimin dhe fuqinë e tij. Allahu është mposhtësi. Ai e posedon mundësinë që t'i mposhtë të gjithë njerëzit dhe t'i bënte që të adhurojnë atë. Por Allahu nuk e do këtë për robrit e tij, por sa ai do që ata të adhurojnë me dëshirë dhe zgjedhjen e tyre të lirë. E kushte do le të besoj, e kushte do le të mohoj. Allahu thot: ne krijuam njeriu prej një uji të bashkëdizuar për ta sprovuar atë. Andaj e bëm të dëgjoj e shoh. Ne udhëzuam atë në rrugët të drejtë e ai do të jetë mirënjohës ose përbuzës. Njeriu, sado që t'i jepen shkaqjet e fuqisë dhe sado që të zbuloj sekretet e natyrës dhe shkencës, kjo atë nuk e bën I mund ndaj forcës së Allahut dhe nga dënimtarisë së tij. Allahu thot: thuaj Allahu është krijuesi I çdo sendi, ai është I vetmi nga dhënjues. Meditimi në këtë ajet na siguron neve se Allahu është I vetmi mposhtësi dhe se nuk është askush sikur ai. Ai është I pari dhe I fundit dhe ai është që do të mbetet pasi që të zhduken krijesat e tij. I mposhti robrit e tij me vdekje duke u caktuar atyre asgjësimin. Allahu është krijuesi I gjithçka dhe ai është I vetmi. Një pjesë nga Kurani reciton Yasin Mehmeti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سرا وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتكم منها بقبس أو أجدوا على نار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فأعلن عليك إنك بالواد المقدس طوى صدق الله العظيم. El Wahhab, dhuruesi, për të do të na tregoj Adisa Elmazi. El Wahhab, dhuruesi, Allahu thot, Zotin, mos na lako zemrat tona pastaj na drejtove, na dhuro mëshirën tënde, pse vetëm ti je dhuruesi i madh. Dhuruesi absolut është Allahu, ai është që e pa llogari. Njeriu mund të dhurojë vëllait e tij pasuri ose post, ose diçka prej gjërave, megjithatë nuk mund të emërtohet dhurues, sepse kjo pasuri të cilën ja dhuron të tjerave nuk është në të vërtetë fonë e tij, por është fonë e Allahut të lartë më dhëruar. Nëse njeriu është i gatshëm për të dhuruar pasuri ose arin, a ka mundësi që dikujt t'i dhurojë shëndet, a ka mundësi t'i dhurojë udhëzim të humburit, a ka mundësi t'i dhurojë ndonjërit? Dhuruesi absolut është bujar, i cili përfshin të gjitha krijesat me bujarinë e tij. Bujaria e tij përfshin sikurse besimtarët ashtu edhe jo besimtarët, sikurse të mirët ashtu edhe të këqijat. Vetëm Allah është dhuruesi i cili në duart e tij sundon qiell dhe tokën dhe ta është gjë po gjë senti. Duart e tij janë të shtirë, furnizon këtë doj, kujt të doj i dhuron shëndet, e kujt të doj i dhuron bukuri, kujt të doj i dhuron mendje, kujt të doj je vetëm femra, e kujt të doj vetëm meshkuj. Ai është bujar bamirë së mrekullueshëm për robërit e tij. Besimtari i cili mendon për emrin e Allahut, El Wahhab, nuk kërkon asgjë tjetër prej askujt përpas prej Allahut të lartë më dhëruar. Po që se dëshiron të kesh pasuri, fëmijë ose shëndet, nuk e rrugë tjetër vetëm se drejtohesh Allahut, që të dhurojë ti nga të mirat, begatit dhe dhuratat e tij. Në Kuranin famullar ka ajete të shumta që tregojnë se robërit e tjerë kërkojnë dhe shpresojnë te Zoti i tyre, dhurues për t'u dhuruar ato çka duan. Rezak, furnizuesi, për të do të na flet Anisa Mustafi. Rezak, furnizuesi, Allahu i lartë madhëruar në duart e tij është furnizimi i vërtet. Ai është i cili e krijoi furnizimin dhe atyre që u jep furnizimin. Ai begatoi robërit e vet në më të mirat dhe begatit. Mund të mendojnë disa njerëz se furnizimi është ajo që fiton njeriu nga pasuria, nga toka që e zotëron apo nga shëndeti ose nga posti. Në të vërtetë, furnizimi nuk ndalet tek ato gjërat materiale. Mirë po, kjo është në dy lloje. Furnizimi i trupave me ushqim, me veshëmbathje, me shëndet dhe frymëmarrje, si dhe furnizimi i shpirtrave me dituri, me mençuri, me arsim, me qetësi dhe me bindje shpirtërore. Ky është lloji më i ndershëm i furnizimit dhe më i miri për shkak se fryti i saj mbeti gjithmonë vazhdon në këtë botë dhe në botën e ahiretit. Po ashtu, furnizim nuk është vetëm ajo që arrin njeriu në këtë botë, por dhuratë e përhershme, qoftë ajo në këtë botë apo në botën tjetër. Mund të jetë furnizimi i njeriu i ngushtë në këtë botë, ndërsa në botën e përhershme i gjerë dhe pa kufi. Mund të jetë furnizimi i njeriu i gjerë në këtë botë, ndërsa në botën e përhershme nuk ka asgjë prej saj. Vetëm Allah është furnizues me fuqi të fortë, s'ka furnizues tjetër përpos tij. Robi duhet të mendojë mirë në realitetin e cilësimit të Allahut me të cila ka ardhur në formën e superlativit, me qëllim që mos të kërkojë furnizim dhe mos të presë prej dikujt përpos prej Allahut, si dhe mos të mbështetet vetëm te Allahu. Disa njerëz e kanë kuptuar emrin e Allahut Rezak, furnizuesi në kuptim të gabuar. Sipas sojës saj janë bërë për ta në punë. Mendoj se Allahu do t'i furnizojë ata duke qenë ulur në shtëpinë e tyre. Ky kuptim është i gabuar. Thelbi fesë islame është mbështetësh që në kupton se duhet të ndërmerren të gjitha masat me qëllim të arritjes së rezultateve. Ai që dëshiron të korr, së pari duhet të mbjell, ta jap mundin për ta mbrojtur atë që e ka mbjell, pastaj më në fund të pret rezultat. Islami është shumë i kujdesshëm që furnizimi muslimanit të jetë halal dhe i pastër.
Allahu thot, hani nga të mira që ua dha Allahu të lejuare të pastra. Jini mirënjohës për dhuntit e Allahut nëse jeni të sinqert në adhurim vetëm ndaj tij. Një pjesë nga Kur'ani reciton Amar Mehmeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقنا وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والسحاب الشمس والقمر يقولون الله وأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يأكلون صدق الله العظيم. El Feta zgjidhje dhënësi për të do të na tregoj Ferdese Elmazi. Emri El Feta është në superlativ dhe se Allah i madhërisëm është ai i cili jap dyrë të furnizimit dhe mëshirës për robërit e tij. Gjithashtu Allahu është ai i cili hap sytë dhe mendje e tyre për të parë të vërtetën dhe për të ndjekur rrugën e drejtë. Ai është i cili pejgamberëve ofroi nga dhënimi kundrejt kundërshtarëve të tij. Andaj çdo fitore dhe sukses vjen nga mirësia e Allahut. I patëmetër zgjedhëdhënësi i cili hap dyert e mëshirës për robërit e vet. U hapi shpirtave derën e suksesit dhe i hapi dyert e mëshirës dhe faljes për ata që pëndohen dhe për ata që kërkojnë sërrim të ai. Njëri prej dietarëve të vjetër ka thënë, nuk ka polemizuar me asnjë njeri, vetëm se ka shpresuar që Zoti ta nxjerrë të drejtën në duart e tij. El Alim i gjithdituri, për të na flet Rona Lazami. El Alim i gjithdituri, kur dikush është nga dituria, krenot para njerëzve me diturinë e tij, mendimtarët dhe të urtit i japin vërejtje dhe i thonë: O valla, përkujto se mbi çdo të ditur ka dhe gjithdijshëm, që nënkupton se të gjitha sendet nuk i di askush posa Allahut. Ai di sekretet dhe të fsheta që duken dhe që nuk duken. Ai e di se çfarë do ndodh. Allahu thot: Çelësat e fshatësisë janë vetëm te ai. Atë fshatësi nuk e di askush posa tij. Ai e di çka ka në tokë dhe çka ka në det. Ai e di për çdo gjë që bie, a ka kokër, as ka kokër në thellësitë të tokës. Allahu El Alim thot: Thua janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din, por vetëm Zotet e menduar marrin mësim. Dietari vërtet qoftë në gjuhë, fe, atom ose mjekësi, ati do të zbulon të gjitha të mundëshme që ta kuptoj se Allahu është të fuqiplot. Leximi i shkronjave në një formë të veçantë, recituar nga Yasin Mehmeti. Allahumma rzuqna bil alifi ulfa wa bil ba'i baraka wa bit ta'i tauba wa bil tha'i thawaba wa bil jini janna wa bil ha'i hikma وبالخاء خيرا اللهم وبالدال دينا وبالذال ذكرا وبالراء رحمة وبالزاء زهدا اللهم وبالسين سعادة
وبالشين شفاء وبالصاد صدرا وبالذاء ذيا وبالطاء تخرى وبالظاء ظهرا اللهم وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فهما وبالقاف قوة وبالكاف كرما وبالباس لماسا من تقى اللهم وبالميم مغفرا وبالنون نورا وبالهاء هدى وبالواو وواء وبالياء يسرا يا ذا الجلال والجمال والإكرام برحمتك يا رحم وراحمين. Pjesa e dytë e programit ton do të vazhdojmë me recitimin e nga një sureje të Kuranit fisnik për çdo nxënës. Dhe për në fund edhe një herë ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Allahu ju shpërbleft. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عيلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما عصي فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل الأمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لهمزة الذي جمع أهلد يحسب أن ماله أهلد كلا لينبذن في الهطمة وما أدراك ما الهطمة نار الله مقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد مؤمدة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبدون ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما هلك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا فتقبل منا ختمات القرآن العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ببركة إلى روح نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب دعوات استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Falemderojmë sekretarin e Myftinisë të Tetovës, Semir Efendi Fazlin, i cili na e bëri duan si dhe lusim Allahun fuqi plot ta shpërblej me të mirat e tij. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut gjithëmëshirshmit, mëshirdhëruesit. I nderuari përfaqësuesi i Myftinisë të Tetovës, si dhe një kohësisht i Myftiut të Tetovës, Doktor Hafez Selver Efendi Gjemailit, referent për arsim fetar pranë Myftinisë të Tetovës, Idris Efendi Idrizi. Shumë i respektuari imam i xhamis, Hafiz Omer Efendi Dauti, i dashuri mualim i nxënësve dhe nxënësave, hoxha i nderuar Magjistër Selajdin Efendi Ramadani, i nderuari drejtor i bibliotekës pranë medreses Isa Beu, Blendi Efendi Meri, të nderuar hoxhallar dhe ju shumë të respektuar xhamat. Më lejoni që në fillim gjithë juve t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit Allahut qofshin mbi ju. Në fillim ju shprehim mirëseardhje në manifestimin e duas hatmes të nxënësve, nxënëseve të xhamisë së fshatit Kallnik, gjithësisht të xhamisë tuaj. Unë duke mos dashur të zgjatem më tepër, fjalën e rastit do t'ja japim përfaqësuesit të Myftiut, Idris Efendi Idrizi, që ta merr fjalën e rastit. Urdhrani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala kibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd ibadallah. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. Të nderuar vëllezër e motra, të respektuar xhamat, shumë të dashur hoxhallar, i nderuar imam i xhamisë fshatit Kallnik Omer Efendi Dauti, shumë të respektuar dhe të dashur nxënës dhe nxënëse, talebet të kësaj xhamie, më lejoni që në emër të muftiut të Muftinisë të Tetovës, profesor doktor Selver Efendi Gjemaili, i cili në të njëjtin moment është duke përcjellur programin e duas së hatmes në xhaminë e Rinisë të Tetovës, që jep me kuptu se Muftinia e Tetovës, e Bashkisë Fetare Islame e Tetovës, i jep rëndësi të veçantë procesit të arsimimit fetar në për xhamit e Muftinisë e Tetovës. Unë me të vërtet kisha diçka të them, mirë po, kur i ndëgjova këta talebe, këta nxënës dhe nxënëse, me të vërtet gjitha ajo që ka duheshit të them une, këta e prezentuan, sidomos une do të përmendi se është rasti 3 faktor kiq për të ardhur deri tek i, për të realizuar deri tek i program, mund të them një ndër programet të më të organizuar që i kena përcjell deri në ditën e sotme në Muftininë e Bashkisë Islame të Tetovës. Faktori kryesor që jena të bu sot janë këta nxënës, këta talebe, të cilët me siguri këta hoxhallarë që i kom në anën e majt,
e lexojnë mirë edhe din, jenë hoxhallar, jenë imam ler. Këta jo përveç se lexojshin Kur'anin, po kishin një talent veçantë. Unë nuk e di edhe ju si xhamat dhe krejt që jeni prezent, bukur leximi i këtyre ishte në nivelin më të lartë. Të gjviti pa asnjë farë problemi. Zërin, si cilin viti kishte zërin e vetë. Edhe melodia e këtyre me të vërtet edhe ke këta, mendoj se këta pak ma të ri, ka ndiku, inshallah do ndikuj në të ardhën pak ma tepër, po të unë pak ma tepër, ndikuj si isha, mund të them 100% isha i koncentraume në këndimin edhe zërimin që ishte shumë interesant. Unë ndoshta edhe normal hoxha ma herët, mirë po do të foli për hoxhën Selajdin, këta sot në befason. Mu konkretisht se jem bëgji, afër 37 vjetë në muftinin e Tetovës, programe e hatme, nuk e di, edhe pa numër. Sot ishte një befasi, ndoshta këta e ka ndonë atë kontributin e vetë si talebe, si në zonës, ku fshati Kallnik edhe ma herët njihet si një fshat i cili ka kuadër edhe ka talent, sidomos se i përket edhe ilahijet e ndëgjohut, po edhe mu ma tepër më interesoj ajo e Kuranit, këndimi i Kuranit ishte në nivel edhe zërët të cilët me melodit e tire që na i knaqën shpirtët zemrët tonë, andej unë edhe njëherë në emër të krejt ne që jena prezent, edhe në emër të muftijut, muftinise edhe hoxhallarëve, këtire voglush, talebeve, do ju uruj nga zemra sukses në të ardhmen, të ape Zoti shëndet, të vazhdoni kështu se me të vërtet jeni, mund të them, shembulltira, jo vetëm fshatit Kallnek, po edhe më gjarë. Jeni me plot bindje, mund të thomë, që Allah u ka dash, Zoti u ka zgjedh, edhe duhet të vazhdoni atë rrugën të cilën jeni duke ecë, edhe njëherë urime, edhe suksese në të ardhmen, për inshallah nuk foli une se da haroni se haroni, inshallah nuk e haroni atë që ka lexoni, jenë hoxhallarët që do të miren me ju, lutem Allahu xhaleshon që t'i plotësojë të gjitha dëshirët të cilët i keni në jetën tuaj në të ardhmen. Allahu të jetë razi, Zoti t'ju shpërblej. Do t'i përmendi faktori numër D, jem prindët, baballarët. Më vjen shumë keq se nuk ka kritik, po është një, mund them, një këshill vëllezërore, sot kjo xhami ka desh të jesë mbushet me xhamat. Ana gjinia e grave, alhamdulillah, ka plus se ato tash edhe mund të jetë edhe ai hadithi pejgamberi alayhis salam ka thonë, unë do ta lidhi, më të jeni do të vije koha thot dinukum dinarukum, kibletukum nisaukum. Pejgamberi alayhis salam thot, dini feja do matet me parë. Do veni kohë. Edhe gratë di marrën kontroll punët edhe të punët e burrave. Ndoshta ka ardhe jo, se ne nuk kam mirë, po është hadithi pejgamberit alayhis salam, sa është i fortë, punët tregojnë se ne do të kena hop atë fuqinë që kena pas në më herë në të kaluamën. Andaj është mirë në të ardhmen që ki xhamat apo ki manifestim të përcillet pak më tepër edhe me xhamatin e fshatit Kallnik që unë besoj se ka plot, edhe pse ka gurbeqar, amon mund të mbushet xhamia edhe pak më tepër. Për sa i përket prindve, unë e lexova një ajet kuranor, baballarët, prindët, me të vërtet tash luftë, dënjëherë si thom luftë edhe me mjeglla. Në këtë anë sulmuan këto fëmijët. Sa dalën prej shtëpie, bile edhe në shtëpi. Mjetet apo rrjetet sociale, mjetet pare që i kanë, teknologjia e cila ka arrit në kulminacion është shumë rëndë për të mbajnë kontrol, po
Unë ju kisha poroset si babalar, si nane dhe baba, këta me lutje me duva. Tash ka mbet koha vetëm t'i lutën, o Zot, mbroj fëmijët e mi, o Zot, rumi caullet, o Zot, boni i dajet, se vetëm teja i si vazhdimisht i kje në bikëshire, kurse ne në momente, gjithë ore, një orë dhe nes mund t'i kontrollojmë se nëse Allahu Gjereshanu ne nuk mbështetën sinqerisht e Zoti, atëherë dhe se Allahu i ka në mbikëshire. Andaj, lumi ato prind të cilës sot është një manifestim, një gëzim i madh, se me një shtëpi ku lexohet Kurani, ku këndohet fjala Allahu Gjereshanu, ati në shtëpi ka bereqet, ati rinë me laqet, rinë gjohet e mira. Edhe kundërta, nëse nuk lexohet Kurani, nuk falet namaz, atë on shejtani shefi krejt atyre dhe dihet Kurani shejtani bën belat, bën probleme. Andaj këto prindët të cilët i kanë fëmijët, Allahu t'u japë shëndet, Allahu Gjereshanu inshallah va ndriçon edhe atyre në rrugën për najret të kenë ma të ndriçome dhe Zoti inshallah t'i shpërblejen najret me Xhenetul Firdaus. Kurse ka që do prind normal, jo kënë neglizhau, me plot kuptim, ja, se kina një anën e pak, neglizhin sa kene ma t'i qetë, thamë, e pak, a vitet kalojnë, mujtë kalojnë edhe kur gjonë, së po, i jesën sotët pa mësim fetar, pa dituri islame, pa njohuri islame, dhe ajo përgjithësia, bije mbi prindët, nëna e baba jenë ato të cilët do të miren në pjetet e Allahu Gjereshanu. Inshallah, do marrën mësim pak që ato që si kemi pranë në të ardhmen, se edhe atere do kujtuat i bijen këto. E treta, apo faktori i tretë, që janë shumë keq, është mualimi nderuar magjistër Selajdin Efendi Ramadani, i cili është gjenerat e reja, që këndin në anën e gjatë, në anën e majti kena kretë gjenerat e reja, po edhe Omer Efendi Daud. Perspektiv, ardhmëria e gjithë këti umetit tonë në Macedoni jenë këta të rritë, të cilët në zavensojnë i shalë dhe ma mirë se ne që jena mundu me ata sa kena pas mundësi të ecim atë rrugën apo punën e islamit deri në këto trojet tona që mina mundau sa kena mund. Në disa fjalë për hoxhën e nderuar, mualimin e nderuar magjistrin Selajdin Efendiu, i cili me të vërtet krasë është prej gjeneratëve të reja, ka ri i vetë jeni është mundu edhe rezultati këti shqivet haptazi se është një kuadër e cila në të ardhmen ka ardhmëri edhe do të kese rezultatet mira inshallah. Allahu Gjereshanu Efendiu t'jape jetë, t'jape shëndet edhe t'jape të mira. Edhe gjithashtu të ta përmendim sa edhe hoxhën e nderuar Omer Efendi Dauti, i cili krasë që është edhe imam në këtë xhami, ka dhënë një mbështetje, një përkrahje madhe jep hoxhës së nderuar apo mualimit të nderuar Selajdin Efendiut. Unë këtu nuk harroj edhe patjetër ta përmend edhe këshillin e xhamisë së fshatit Kallnik. Juk si fshat, si katon xhami e këtij fshatit, do thotë këshilli i këtij fshatit me gjithë këshillin e xhamisë, me këshillin iniciativë. E dini se ju keni bu një vepër më të madhe në Macedoni. Një ndër xhamit më të bukura, mund të them edhe xhamia më e bukur në fshatit Kallnik. Që është një vepër për ta me një fjalë për ta përshëndetur një vepër vetëm ta shpërblej Zoti Gjereshanu, të shpërblej gjithëve juve të cilët keni arritur ta krijeni këtë vepër madhështore. Po ashtu këshilli i xhamisë, shiqoni në veçanti fshatit Kallnik, ka krijau kushte, po si cili prej neve ka drejt. Me këtë hapi, xhamit i kanë mësimorët
më të mira i kena se në universitetet dhe në për shkollet e mesme që i ekzistojnë në për Tetova ose në për Katonde. Me gjitha elementet që i duhet një mësimore apo një klase e cila duhet të zhvillohet mësimi fetar. Andaj, krejt kjo ka ardhë urime edhe për këshillin e xhamis që ka bërë kushte që këto fëmijë verës me klim, me flat, me do të të rinë mirë si duhet, kurse dimnit me nxemje. Edhe verës edhe dimnit jenë komoditet. Andej, edhe njëherë, edhe urime për këtë gjematin e fshatit të Kallnek. Për këtë sot është një fest e madhe, po unë mund të them edhe urime për ne si muftini. Ne mburen edhe ne japëm e përmenda në fillim, rëndësi të veçon të japëm procesit të arsimit fetar në për xhamit tona. Andej, pasi ertë edhe koha, mendojës për thirrjen e zonit të Drekës, unë edhe njerë në emër të muftijut, në emër të hoxhollarëve që i kom këtu, i përmendi mos duplirem edhe unë e Xhemil Efendiu këtu, në ertë më në fund edhe doktor profesori Bardje ka doktorau Nashid Efendiu, unë që ti shprejmë një urime kështu publike, në ka doktorau ditën e inte, ka mbroj temën e doktoraturës në Novi Pazar, dhe thote kuadër magjister, këtë njërës të cilët i kena mbure në si muftini. Andej, edhe njëherë urime për, më thash edhe për ne si organi muftinis, ku mendoj se ki manifestim apo këto diplomët të cilët i kina ndaj gjatë vitit kalame dhe këtë vit i te i kalojnë numrin e 1800 diploma që dhe thote është një numër bukur i madh për të lavdrau. Edhe njëherë për herë krejtve në kohë bashkarisht këto, edhe një fjalë miradije sidomos për natë që i kena gjenia e grave femrore, në shumë të në rasteve kina pas në përgjami ka pas potere, me një fjalë, disiplina nuk ka qenë në rregull, kurse sot është për të lavdrau, disiplina nalt ka qenë nivelin më të lartë. Allahu edhe njerë të juruje, Zotit të shpërbleje, Allahu të hapet mira, walillahi l-Fatiha. Falemderojmë hoxhën e nderuar Idris Efendi Idrisin për këto fjalët dhe këshillat. Lusim Allahun fuqiplot ta shpërblejë me të mirat e tij. Tani do ta ftoj përsëri referentin Idris Efendi Idrisin, gjithashtu edhe mualimin që ta pranon në shenjë respekti, mirënjohje nga hoxha i nderuar. Tani është rada për t'i ndajt edhe diplomat për nxënësit. Njëkohësisht muftinia ka parapar në shenjë respekti edhe nga një Kur'an, po ashtu kemi edhe një donator prej njërit prej prindërve këtu të nxënësve, është gjithësisht nga Hajrullah Hajro, Iljazi, pronari i Agjencionit Turistik Travels Point Group dhe Alba Euro Cargo International nga Kostivari. Lusim Allahun Gjelleshanuhu që ta shpërblej me të mirat e tij edhe donatorin. Fillojmë me Ensar Abdilkerim Ramadanin. Yasin Gjembret Mehmeti. Ammar Dashnim Mehmeti.
Eldin Bajram Mamuti, Diar Agron Ramadani, Omer Dashmir Begjeti, Samir Gzim Farizi, Salim Gzim Farizi, Esra Sami Ajrullaj, Alea Nervet Abazi, Rejana Bajram Sadiki, Eliza Besir Nesimi, Lina Agim Abdullah, Ylza Aliber Mamuti, Isra Nderim Begjeti, Zemrije Aliber Mamuti, Eda Burim Sherifi, Rajana Medi Esati, Jonida Shaban Esati, Anisa Besim Mustafi, Ferdese Fatmir Elmazi, Adisa Fatmir Elmazi, Neila Bari Ramadani, Nermine Nagib Limani, dhe për fund Rona Arben Lazami. Allahu kabul inshallah. Ju falemnderit për durimin që patët, Allahu ju shpërblet.